Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja qoftë mbi Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të bukur dhe të drejtë. Tema të cilën do të trajtojmë kësaj radhe është Andaluzia dhe muslimanët. Në fakt, të flasësh për këtë temë do të duheshin shumë orë të tëra dhe do të duhej shumë të shkruhej për këtë temë. Mirë po një gjë është me rëndësi, se kjo Andaluzia që është quajtur me emrin Andalus nga arabët, ka qenë pra Spanja e atëhershme e shekullit, pra Spanja e shekullit, po flasin shekullit 8, 9, 10, 11, dhe kur shihet aty pra se ka lullzu një lullzim i madh i qytetërimit dhe civilizimit islam nga dora muslimanëve. Andaluzia, kur ka pasur universitete, kur ka pasur rrugë dhe ndriçim dhe civilizim, Evropa ishte e zhytur në pellgun e errët të errësirës. Andaluzia ka edhe personalitetet e veta dhe emrat pikant në historiografin e saj. Dy emra du të përmend, Tariq ibn Ziyad dhe Musa ibn Nusair. Vërtet, muslimanët kur kishin iman, besim tek Allahu si duhet, i dhanë model komplet renesancës evropiane. Kur ata e lanë besimin tek Allahu xhalla xhalaluhu wa xhalla shanuhu, Allahu pra i largoi pra dhe ikën kokulur nga ato toka të bukura, të cilat vetë i ndërtuan me lule dhe margaritar të çmuar dhe xhevahire të diturisë dhe bibliotekave, ku thuhet se çdo shtëpi në Sevilla, në Toledo, në Cordova, çdo shtëpi kishte bibliotekën e saj. Thuhet se muslimanët dikur nga Bagdati udhtonin për të shkuar në Cordova, në Toledo, për të marrur, dhe në Granada për të marrur dituri. Në Andaluzi u zhvillua gjeografia, historia, astronomia, zoologjia, botanika. Ibn Firnasi bëri operacion e parë syrit. Ibn Sina ishte themelusi kur themelin e mjekësisë e vuri ai me librin Kitabu Shifaje. Aty kishte njerëz pra të ilmit, të lapsit, kishte njerëz të librit, aty kishte inxhiniera, hidraulik, arkitekt. Kjo ishte Andaluzia, perandoria reale e islamit, perandoria e të vërtetës, perandori e cila besonte një Zot, perandori e cila pra u ngrit atëherë kur punoi me Kur'anin, me fjalën Allahut, dhe heci mbi fjalën, mbi ajetin kuranor, in tansurullahi yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ndihmoni Allahun, Allahu do t'ju ndihmojë juve dhe do t'ju forcojë këmbët e juve. Tariq ibn Ziyadi nuk u kthye kur shkoi për ta çliruar atë vend, sepse aty kishte pas përçarje me sfiseve spanjolle. Kur hyn muslimanët vendosen paqen dhe stabilitetin. Pasi kalun këto gjenerata të arta, erdhën gjenerata të dobta, që e lanë islamin, e lanë besimin, u zhytën në imoralitet, u dhanë pas jetës kësaj bote, e tepruan, e zhvlerësuan diturinë që e mbollën dietarët e asaj kohe me iman, besim, atëherë Allahu pra ua bëri që ata të mos kenë më qasje aty dhe ata dështuan komplet dhe rënë pra kjo perandorisë si shkak i moralit, si shkak i shumë aspekteve ndryshme dhe padrejtësive ndryshme, sa që filluan prap merren sikurse në ignorancën arabe, jo unë jam royal, jo unë jam i familjes mbretërore, jo unë jam arab, jo ne kemi çliru, jo ne se kemi çliru, jo ne kështu, jo ne ashtu. Pra filluan të merren me egoizma dhe të merren me nacionalizma të asaj kohe, të tipit mbretnor, dhe pastaj lindi përçarja mes tyre dhe Ferdinandi me Izabelen e pushtuan atë vend, i përndëqen ata, i vuna nije, disa u masakruan,
u maltretuan, shumë njerëz të mirë të cilët kishin mbetur, disa u vranë, u persekutuan dhe më aty s'mbeti asnjë këmbë prej fryme, asnjë frymë prej frymës muslimanit. Dhe me të vërtetë ishte një tragjedi e madhe sepse aty humben shumë libra, humben shumë shkrime të mjekësisë, astronomisë, kimisë, fizikës, matematikës, botanikës, humben shumë gjana të cilat i dhanë dritë Renesancës evropiane. Andaluzia është me të vërtetë pra histori e shkruar me germa të arta në historiografinë botërore. Dhe vetë katedrat e universiteteve të Barcelonës, të Seviljes, edhe të Amerikës, po flasim, edhe të Anglisë, Oxfordi, Harvardi dhe katedra e Sorbonës, po ashtu. Të gjitha kanë kapituj të veçantë, kanë tema dhe seminare dhe simpoziume ku e trajtojnë çështjen e ngritjes dhe zhvillimit madh të strukturave të asaj kohe dhe të ndërtimit të jashtëzakonshëm ku muslimanët për 8 shekuj udhëhoqen me besim, me zhvillim, me integrim dhe atij shteti dhe asaj po themi atij vendi dhe atyre qyteteve dhe këtij endelusi pra këtij shteti që ndërtuan muslimanët e vërtet në fillimet e tij, japon hajrin e gjithë Evropa dhe e gjithë bota. Lusim Allahun xhelle shanehu që të marrim mësim, siç thot Allahu në Kur'an, e felem yasiru fil ardi fa kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum, a nuk keni ecur nëpër tokë për të parë përfundimin atyre të cilët ishin përpara jush. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Paqja qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të drejtë. Tema të cilën do të trajtojmë kësaj radhe është zemra e shëndosh. Si shëndoshet zemra? Si është vitale kjo zemër? Është ajo zemër, siç thot Allahu në Kur'an, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë me përmendjen e Zotit qetësohen dhe rahatohen, akomodohen zemrat. Është ajo zemër e cila përpjeket përzimin e diturisë të pastërt dhe shëndosh. Është ajo zemër e cila përpiqet për të vënë në vend amanetin që ju dha njeriut që është Islami. Është ajo zemër e cila është e përkushtuar në adhurimin ndaj Allahut xhelle shanehu. Është ajo zemër e cila është e dedikuar pra dhe e përkushtuar në ibadet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë çështje, nëse një pjesë e trupit është e semur, është i tërë trupi i semur. Por edhe nëse një pjesë e trupit është e shëndosh, është i tërë trupi i shëndosh. Dhe ajo është pra zemra. Çështja e zemrës, përmirësimi i saj përmirësohet me vepra të mira, me punë të mira. Nëse Allahu ta ka dhënë një mundësi me fol për fjalën e tij, fol, mos u ndal. Nëse Allahu ta ka dhënë një mundësi me praktiku diçka në këtë rrugë të Islamit, praktikoje, mos u ndal. Edhe fjala Islam duhet kuptuar me tërë kompleksitetin e saj, me tëra prizmet e saj, me tëra binomet e saj. Islami duhet kuptuar katërcipërisht. Jo në ta ngërthejmë atë në një darë të ngushtë dhe ta ngushtojmë. Islami është i gjerë. Islami është përmendje ndriturit, përmendje hapurit. Islami është qetësi në zemrat e njerëzve. Allahu zbret qetësi në zemrat e besimtarve. Zemra e cila e don të mirën nuk ndjehet rahat kur e shen të keqen. Nëse një njeri e shen një të keqe, le ta ndryshoj atë me dorë. Nëse nuk mundet, atëherë të flas, të thot, jo, nuk bën kjo, nuk është e mirë për shoqërinë tonë kjo. Nëse edhe kjo, atëherë thot, ta urrej atë me zemër, wa dhalika ladaful iman, dhe kjo është dobësi për imanit. Besimtari që ka zemër të pastërt, besimtari i cili nga zemërmirësia e tij e fal namazin, sepse po nuk e pa të zemrën e pastërt, as namaz nuk mund bën,
sepse zemra është e mjegullume, është e rësume. Çështja e zemrës është sikur disa pika të zeza të vendosen në të. Shumë pika të zeza bllokohet zemra. Siç thot Allahu në Kur'an, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Për ata të cilët ju kam volosur zemra, Zoti na ruaj. Allahu thot khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Allahu ka bllokuar pra zemrat e tyre, shikimin e tyre, dëgjimin e tyre. Ata janë mjegullnoj pra. Prandaj na duhet lutemi për ta. I duam ata. I kemi në sytë e mendjes dhe të zemrës. Imanlia, besimtari që ka frikë Zotin dhe e don Zotin, është ai që ka zemrën e lidhur me Allahun xhaleshanu. Sikur se i riu prej të rinjve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut, është ai i ri i cili e ka lidh zemrën e tij me xhamin. E lidhja zemrës me xhamin do të thotë lidhja me Allahun, se xhamia është një objekt me tulla, me qeremine, me beton. Ajo është faltore, vend ku falet njeriu. Xhamit, e kam thënë dhe do ta them, janë spitale për zemrat e njerëzve të sëmurë, jo muzeume për njerëzit e mirë. Prandaj, kjo zemër e cila përpiqet në këtë rrugë të pastër, të çiltër si loti, Allahu xhaleshanuhu do t'i jap shumë të mira, begati dhe bereqet. Lusë Allahu xhaleshanuhu që të na bëjë prej të tillëve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema të cilën do ta trajtojmë kësaj radhe është besimi në Allahun xhaleshanuhu. Pra Allahu i cili është Zoti i universit. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل pra, të gjithë thanë besuam Allah. Kullun amana billah. Të gjithë i thanë pra amanet besimit dhe morën këtë besim pra amentu billah, pra këtë amanet e morën me besu Allahun xhaleshanuhu. Besimi me Allahun xhaleshanuhu ju dha amanet pra njeriut. Nuk e morën as kodrat, as toka, as kush nuk e mori pra përsi për këtë amanet, por e mori vetëm se njeriu. Këtë amanet me besu pra Allahun xhelaluhu wa xhaleshanuhu. Besimi në Allahun xhaleshanuhu duhet jetë besim me vepër, besim me gjymtyr, besim me gjuhë, besim pra me gjuhë, me vepër, me gjymtyr, besim me zemër, pra besimi të jetë edhe me zemër, me shpirt. Ta besojmë Allahun xhelaluhu wa xhaleshanuhu me emrat e tij më të bukur, me sifatet e tij, pra ta besojmë atë sikur se e shohim atë, edhe pse nuk e shohim, ta besojmë sepse ajo reflektuohet edhe në vetvetet tona, në krijimin e tij, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në krijimin e njerëzve, në krijimin e gjallësave dhe krijesave që disa edhe na shërbejnë, shumica prej tyre. Pra ta besojmë Allahun xhaleshanuhu që është një dhe i pashoq, i cili është i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Ta besojmë Allahun xhaleshanuhu që është Zot, është Rabb, është Rabbul Alamin. Pra kur i themi në surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, pra falënderimi i takon Zotit të botrave. Pra ti shprehim atij hamd, falënderim. Pra jo vetëm një shukran, pra një falënderim i thjesht që vjen prej gjuhës arabe ose siç i themi ne në gjuhën shqipe faleminderit, po fjala hamd, elhamd, është ekskluzivisht vetëm për Allahun. Besimi në Allahun manifestohet edhe në vepra, si për shembull në përmendje të Zotit, dhikr, të shpesht, me gjuhë dhe zemër, në namaz, në agjerim, në jetën tonë të përditshme, në sjelljen tonë me fëmijët tanë, me gruan, me bashkëshortën, me njerëzit që i kemi rreth nesh, por edhe me krijesat që i kemi, me gjallësat, sjelljen mirë qoftë edhe me insektet,
qoftë edhe me kasht, me bimt, mu sjell mirë. E qysh mu sjell mirë? Do më thonë me ndihmu edhe ato që kemi mundësi me ndihmu. Për shembull, besimi në Allahun reflektohet edhe tek modestia muslimanit, tek sjellja pra, tek vepra, tek humanizmi, tek dërdhënia, tek dashuria, afërsia. Besimi në Allahun reflektohet edhe te menjanimi i veseve të këqija, shkeljeve devijante, të cilat e hidhrojnë Allahun xhaleshanuhu. Besimi në Allahun xhaleshanuhu është me kënaqë Allahun xhaleshanuhu. Siç e kënaqën sahabët radiallahu anhu wa radu anhu. Pra ata të cilët Allahu ishte i kënaqur prej tyne. Dhe ne duke besuar Allahun, Allahu do të kënaqet me ne. Mirë, po besimi në Allahun nuk është thjesht unë besoj Allahun, unë jam besimtar. Jo, besimtari duhet dëshmohet, ka deflehel mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, të cilët çka bojnë? Largohen prej fjalëve të këqija, falin namazin, japin zakatin, sillen mirë me prindrit, me familjarët, me njerëzit e vet, edhe me njerëzit që i njohin dhe që nuk i njohin. Pra, mu'min, fjala mu'min është kategori e lartë, besimtar, marrëveshje, kontrat, beslidhje mes teje dhe Allahut, që nëse te i përmbash kësaj kontrate, do të kenë hajër edhe gjallësat dhe krijesat tjera. Pra ti ke marrë amanet këtë besim. Imani pra, imani është pra me besu Allahun, me besu me lajket, librat, me besu gjykimin, kadan, kaderin, caktimin e Zotit, ringjalljen, me besu pra gjitha këto, me besu pra edhe janë pjesë tek besimi në Allahun xhaleshanu. Pra komplet gjashtë shtyllat e imanit hyjnë tek besimi në Allahun xhaleshanu. Sepse të gjashtë shtyllat e imanit nëse besohen, atëherë kemi arrit tamam besimin në Allahun xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Pra ky ishte një mesazh i radhës për ju. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë për besimtarve dhe besim drejt. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhaleshanuhu. Paqja qoftë mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të bukur, të drejtë dhe të sinqertë që ka emrin Islam, bindje në nështrim ndaj Zotit. Tema të cilën e kemi zgjedhur kësaj radhe është jeta dhe vdekja, mësimet pra që i marrim nga jeta dhe vdekja. Dy proceset pandora të njeriu dhe tek njeriu. Në lidhje me këtë Zoti i plot fuqishëm ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pra ka thënë i plot fuqishmi Allah. Është ai i cili e ka kriju jetën dhe vdekjen me ju provue se cili për jush jeni vepër mirë. Pra që boni amelet mira, punë të mira. Pra, jeta jote, që ti jetu, duhet jetë mbushur me veprat mira, e stërmbushur me punë të mira, në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, me të peshu pra peshurja jote në punë të mira. Mizani jëtë me koni mbushur me veprat mira. Kështu pra, jeta jote tjetë ndërtuar në sjelljen e mirë ndaj familjes, ndaj njerëzve që kanë në kujdesje. Pra me veprat mira kjo jetë duhet të jetë mbushur me punë të mira, me fjalë të mira, me veprimtari të mirë, me gjëra të cilat Zoti është i kënaqur me to. E kur ti bën pra punë që Zoti është i kënaqur me to, edhe krijesat do të jenë të kënaqura. Punë e mirë pra është që kur shkosh tek shtëpia jote me përqafu nanën, me përqafu babën, me kujdes për fëmijët e tu. Pastaj punë e mirë është edhe çka me largu qoftë edhe një pengesë për rrugë. Lidhje me këto ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra imani është 73 deg. Më e lartë është la ilaha illallah, më është largimi një pengese për rrugë. Dhe sigurisht që jeta na jep shumë mësim. Por dhe vdekja. Ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam, an-nasu niyam idha ma matu intabahu. Shumica njerëzve janë në gjumë, ku të vdesin ju del gjumi, por është shumë vonë.
too late. Pra, sigurisht që të përgatitemi dhe mos na zër vdekja gafil. Si thot Zoti në surën Yasin, pra që disa njerëz i zën vdekja gafil. Po të jetojmë edhe me vdekjen tonë. Për shembull, sikur thot Allahu për shahidët, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyan walakin la tashurun." Mos thoni për këta janë vdek, ata janë të gjallë, po ju nuk e dini gjallërinë e tyre. Pastaj, djaloshi i cili vdiq, që përmendet në surën Yasin, vdiq duke ju thënë njerëzve besoni pejgambert e Zotit. Dhe kur vdiq thanë xhenet, qila dkhulil jannati qala ya laita qaumi ya'lamun. Pasin hynin xhenet, tha, si mos besoj ato që më krijoi mu, pra, Allahun. Sikur ta dinit ju, pra. Sot mira janë të mprit këtu edhe sot mira janë të shiju këtu. Pra këta njerëz të cilët nuk e kuptuan pse kanë ardhur këtë jetë. Jetën pra se kuptuan. Ata njerëz që se kanë kuptuar jetën deri tash, ju bëjmë apel thirrje edhe vetëve tona, por edhe atyre që ta kuptojnë jetën. Qëllimi i ardhes këtë jetë është wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pra ne nuk kemi ardhur në këtë jetë vetëm se çka për qëllim të caktuar, me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pra jeta dhe vdekja na japin mësime shumë të mira. Dhe do të vjen momenti që do të kthehemi tek Zoti. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe tek ai e kem kthimin pa pikë dyshimi. Andaj si do të kthehemi? Sa do të jemi të përgatitur? Jeta do të na i tregoj këto kur dalim para Zotit. Dhe ndoshta ligjëratat i kemi kry, por provimet nuk e dia i kemi dhënë. Dhe sigurisht që provimi më i mirë është provimi i jetës, që na vi vdekja mbar dhe të ndrojmë jetë me besim në Allahun. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalleshanu. Paqja qoftë mbi Muhammedin, mesuesin dhe vulën e gjithë pejgamberëve, khatemun nebijin. Mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët ndjekin këtë rrugë të drejtë, na bëft Allahu dhe neve prej atyre. Islami është dashuri. Kjo do të jetë pra tema jonë. Ne e dim se Muhamedi alayhi salatu wassalam erdhi si mëshirë dhe dashuri për mbar njerëzimin. Një ndër emrat e Zotit është El-Waddud, i dashtuni. Pra Zoti ka dashuri për ty, ka plan për ty, ka plan për mua dhe për gjithë njerëzimin. Wa nafakhtu fihi min ruhina. Dhe Allahu pra thot i frym pej nesh, pej shpirtit ton njerëzve, dhe ne jemi krijesat e tij. Allahu na don ne, Zoti të don ty. Zoti ka plan për ty. Je optimist. Je i dashur me të tjerë. Zoti ka dashuri të madhe për krijesat në tokë, ka dashuri të madhe për ty. Të ka sjell ujin, të ka sjell shumë mirësi. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe po që se mundohemi pra me i numëru të mirat e Zotit, janë të panumërta. Zoti të don ty. Vallahi, Allahu të don ty. Ti ke bën pa drejtësi, ti ke bën zullume në bat, ti ke bën gjitha të zezat, ti ke bën, në fund Allahu po ta lën një derën e pendimit, më kthy tek ai. Gjithmonë pra Allahu po të don ty. Allahu ka dashuri për ty. Kul in kuntum tuhibbun Allah, pra thuaj që e jani pra Allahu po ju fton dashurinë e vet me dasht ata, me dasht Allahun xhaleshanuhu, me dasht krijesat e Zotit që janë rrotullnesh, sepse nëse mëshirojmë dhe i duam krijesat që i kemi rrotullnesh, Allahu do të na mëshiroj dhe do të na hap portat e dashurisë mes njëri tjetrit. Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte i dashur me të rinjt, ishte i dashur edhe me fëmijët. Muhamedi pra Muhammedun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhamau bainahum. Kanë qenë pra dashur me njëri tjetrin, të mëshirshëm, të afrushëm. Kanë pas pra gjithmonë buzëqeshje në fytyrat e tyre, kanë pas dashuri për njëri tjetrin. S'kan urrejt as s'kan.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Thot Allahu në Kur'an surën Maide ajeti 2. Thot dhe shkoni pra në të mira me njëri tjetrin, e në devotshmëri afrohuni me njëri tjetrin me mirësi e me dashuri, e jo kurrë në urrëtie. Islami se lejon urrëtien. Muhamedit alayhi salatu wassalam çka si bon në Taif, e gjëjtën me gure, maltretune, tëna zezat ja bon, erdhen me laqet i than, ati dënojmë këtë popull, tha jo tha, me dashuri tha, jo tha, ndoshta Allahu tha, ndonjë ditë tha, në këtë vend do të çoj rahmet dhe mëshirë dhe do të lulëzoj Islami. Erdhi dita, u dëshmu fjala Muhamedit alayhis salam, Taifi u kthy në Islam. Dhe në mesin aty dolën shumë dietar. Pra ai kishte dashuri, nuk urrente kërkon. Hynin Mekë dhe ju tha të gjithëve jeni të lirë. Inna fatahna laka fathan mubina. Ai kur hini pra hyni me një fitore të madhe. Erdhi dita pra, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pra kur hinin njerëzit pra turma në rrugën e Allahut, edhe pse ishin të fuqishëm, ju erdhi pra fuqia muslimanëve, ata nuk e shfrytzuan me pas urrëtie ndaj kundërshtarëve, ndaj armiqve të Islamit, por u sollën me dashuri me ta. I falen ata. Kur dihet se inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allahu është që falë shumë. Allahu të dën ty. Allahu të ka nxjerr ty nga errësira në dritë. Të ka bo besimtar, të ka bo mu'min, të ka bo krijes dashtune në tokë, që edhe bari edhe toka ka të hecsh me pas lezet edhe mu knaq me ty toka e Zotit. E jo mu mërzit edhe toka e Zotit nga urrëtia jote. Ti do të me pas dashurin në zemër, sepse ajo dashuri rrin mrena, kurse urrëtia edhe ajo rrin brenda. Kështu që largoje, bëj bojkot urrëties, mbillën zemër dashurin, siç e patën dashurin sahabët ndaj Muhamedit alayhis salatu wassalam. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu. Paqja qoftë mbi të dashurin fisnikun, Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Tema të cilën e kemi zgjedhur kësaj radhe është arti i të komunikuarit. Ne duhet të dimë se si të flasim me njerëzit që i kemi rrotull nesh. Duhet të dimë se si të komunikojmë. Kultura e të shprehurit dhe e debatit është në mësimet kuranore, por edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ne dimë se Musa me Harunin kanë qenë vëllezër dhe Zoti u tha që shkojnë dhe të flasin me faraonin, njeriu më tiran rruzullin toksor, më të ashpër, të flasin me fjalë të buta me të komunikojnë pra me butësi. Dhe sikur Muhamedi alayhis salatu wassalam të sillej ashpër ndaj njerëzve, ata do të largoheshin. Thot Zoti në Kur'an, po të ishe ti ashpër pra ndaj tyre, ata do të largoheshin. Arti i komunikimit ishte në çdo pore të jetës së Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ai i merrte edhe të rit afër veti, i përkthelte dhe ledhatonte. Dhe u thoshte: "O ju të ri, ja mashal shabab, o ju të ri", i merrte pra afër veti dhe i u thonte fjalë të urta, i ledhatonte ata, i mësonte ata. Dhe i tha një të riu, tha: "Ja shabab, ruja Allahun që të ruja Allahu ty." Kjo ishte pra mirësia e Zotit nga një pejgamber që ishte ardhur si mëshirë për marrë njerëzimin, jo si ashpërsi dhe pra shprehi e keqe. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ti Muhammed ke ardhur si mëshirë për mbar njerëzimin, jo si dhunë. La ikraha fi din, në Islam s'ka dhunë. Është sqaruar vërteta nga e kota. Komunikimi duhet jetë tek familja, tek shtëpia. Komunikimi i mirë duhet jetë me fëmijët, sepse fëmijët mësohen si të shohin prind të komunikua ashpër me njëri tjetrin, ata do të reflektojnë edhe në jetën e tyre të përditshme që të jenë të ashpër në komunikim. Islami nuk është bërtima dhe ulurima. E pyetën dietarin e njohur Sulejman Efendi Bigavoçin, rahmet i pas shpirti, që në lidhje me Islami tha duhet ketë tha matoni edhe në shprehin të folur.
jo me bërtima. Dhe ne dim në surën Kehf është një ajet kuranor, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi as-safa. A don të çmendesh o Muhammed, pse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi i Kuranit? Jo, që është më u tregu njerëzve. Arti i komunikimit pra, më u komuniku njerëzve lajmin e mirë. Si gjithë pejgamberët e Zotit, edhe më herët që kanë komunikuar njerëzve që kjo është rruga e vërtetë, kjo është e pavërteta, zgjidhni merrni, Zoti ju ka lënë të lirë. Të komunikosh mirë me babën e nën, të sillesh mirë me ta, por edhe të folësh mirë me ta. T'ju thuash au lodhe. Ti falenderosh ata, ti nderosh ata. Edhe kur janë pleqëri. Pastaj Muhamedi a.s. na mëson se si të falenderojmë dhe të jemi falenderues. Kur e pyetën tha, e felabi abden shekura, a nuk do të jem unë tha pe robëve falenderues? Kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon as krijuesin pra. Krijesat kur nuk i falenderon, nuk e falenderon as krijuesin. Kështu që duhet jemi mirënjohës, falenderues, të urojmë, të mos mallkojmë. Zoti nuk i dën mallkuesit që mallkojnë, por ata që urojnë, që kanë shprehit të bukura, që flasin mirë, që i bëjnë bojkot të folurit keq. A ki po? E keqja që është e keqja ajo buron, vazhdimisht gjuha mbushet me vrerë, kurse e mira veç fol mirë, sillet mirë. Pra, kështu njerëzit, por edhe shpirti jot do të jetë i kënaqur. Po edhe me njerëzit kur takohesh, ata do të ndjehen mirë me ty. Prandaj, bëj të tjerë të ndjehen mirë me artin tënd komunikues. O ju të ri, silleni mirë me të vjetrit, po edhe ju të vjetër, silleni mirë me të rinj dhe ana sjelltash. Kështu që Allahu xhaleshanu do të jetë i kënaqur me ne të gjithë inshallah. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhaleshanuhu xhaleshanuhu. Paqja qoftë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Tema të cilën kanë zgjedhur kësaj radhe për ju dëgjues të nderuar dhe shikues të nderuar është në lidhje me vepërmirët. Lidhje me këtë çështje, Zoti i Madhërisëm thotë: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat ulaika hum khayrul bariyah. Ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Zoti. A don edhe ti të jesh në këtë komunitet dhe në këtë bashkësi që Zoti të jetë i kënaqur me ty me këto veprat e tua të mira që ti i bën në jetën tënde? Lidhje prap me këtë çështje në surën Asr, Zoti thotë: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Prap thotë ata të cilët bëjnë vepra të mira, që përmbahen në drejtësinë hak dhe që janë sabërli. Pra, këta vepra mirë kanë sabër dhe bëjnë vepra të mira duke kënaqur Zotin. Kur pyetën Muhamedit alayhi salatu wassalam për veprën e mirë, tha vepra e mirë është edhe ti ndihmosh të tjerët në ngarkimin e kafshëve ose mjeteve të transportit, ti ndihmosh pra, ti ndihmosh kojiu, ti ndihmosh nënës, babait, ta largosh një pengesë nga rruga dhe ajo është vepër e mirë. Pra, sikur se është vepër e mirë, pra, përmendja e Zotit, namazi, haxhi, agjerimi, zekati, gjitha pra këtë me radhë, vepër e mirë është edhe fjala e mirë. Që përshkruan Zoti në Kur'an, thotë është sikur pema që ka rrajt thellë tok, pastaj frytet i jep shumë të mira në lartësi. Ata pra që janë a'malun salihan, ata që bëjnë punë të mira, që kuptojnë realitetin e realiteteve, që njohin irfanin, njohjen e njohjeve për të njohjes. Ata të cilët kanë irshade, janë pra në rrugën Sirat al-Mustaqim. Ata të cilët e besojnë Allahun xhalla xhalaluhu wa xhalla shanuhu dhe kur dëgjojnë urdhresat nga Zoti thonë sami'na wa ata'na. Ata janë vepërmirët. Pra thonë dëgjuam dhe u bindëm o Zoti ynë. Vepra mirë, pra puna mirë është sadaka. Por dhe buzëqeshja është sadaka.
Ti dhurosh të tjerëve buzëqeshje është sadaka, është vepër e mirë. Vepër e mirë është pra edhe pastrimi i vendit ku ti jeton, i shtëpisë tënde. Mbjellja një pemë, ka thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam, nëse është duke u bërë kiameti dhe keni një fidan në dorë, mbilleni atë fidan. Besoj e kuptoni mesazhin e këtij hadithit Muhamedit alayhis salatu wassalam, i cili pra na tregon se çfarë peshë dhe rëndësie ka vepra e mirë, mbjellja e fryteve, sjellja e mirë, domethënë lënia e gjurmëve dhe sadakave rrjedhëse, pra që janë të vazhdueshme. Për shembull hapja një pusi, ndërtimi një xhamie, botimi një libri, mbjellja disa luleve ose disa pemëve, nëse ti në fshatin tënd ose vendin tënd i mbjell 10 pemë, ti ke fituar problem shumë të madh te Allahu. Nëse thua jo i han të tjerët, mirë, ti do të marrësh shpërblimin që ke mbjell edhe për të tjerët, ke lënë fryte. Pa këta janë vepër të mirë, vepër mirë që janë ata që japin haptazi dhe fshehtazi. Prandaj ky Kur'an është hudel lil muttaqin, është udhëzues për bamirësit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, dora që jep është më e mirë se ajo që merr. Prandaj në boft Allahu për vepër mirëve që e përkufizojnë veten e tyre me ata të cilët e lutin Zotin mëngjes e mbrëmje, por jo vetëm që luten, por bëjnë edhe haxhillek. Besojmë kuptoni mesazhin e bërjes haxhillek, jo vetëm të bësh tavaf rreth Ka'bes, po është një shprehje arafe tuf e shuf, bën tavaf dhe kthjellu. Do thotë që kjo kthjellje të rekomandohet ty në reflekset e tua që Allahu po të thotë ty që ke ardhur me mision këtë botë dhe duhet punosh. Dhe Zoti do të jetë i kënaqur me ne të gjithë kur punojmë vepra të mira, punë të mira, amele të mira. Lusë Allahun xhaleshanuhu që të na falë ne dhe të na bëjë për vepër mirëve.